luftimi i turqëve. Është pra një shenjë interesante. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, shumica e muslimanëve ishin prej arabëve, padyshim. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë dhe ka treguar se para se të futen turqit në islam, para se ta pranojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala, do të ketë luftë mes tyre dhe mes muslimanëve. Dhe me turqit, kur themi turqit, nuk janë për qëllim turqit e sodit, të cilët jetojnë në shtetin e quajtur Turqi, dhe të cilët janë përzier, nuk e kanë atë bazën që e kanë pas, do me thonë atë prejardhjen e pastër të turqve, sepse për shkak të perandorisë osmane dhe përhapjes, do me thonë është përzier prejardhja e tyre dhe nuk është ajo që është për qëllim këtë hadith. Ajo që është për qëllim këtë hadith me turqit, thonë dietarët, janë mongolët dhe turqit e Azis, do me thonë Turkmenistan e kështu me radhë, turqit që janë has turq, prejardhja e turqve që rjedh prej tyre, se turqit e sodit në Turqi, prejardhjen e kanë prej atyre. Dhe kjo është për qëllim, në këtë hadith është për qëllim pra ata, edhe në përshkrimin që ja bën pejgamberi alayhis salam se i kanë syt e vegjël, se i kanë syt paksit të tërhjekur, se i kanë ftyrat e rumbullakta paksit të kuqe, pra është përshkrim që i përngjan racës mongole, apo mund të themi turqit has që janë që jetojnë në Azi. Andaj do me thonë kjo është për qëllim kur thot pejgamberi alayhis salam se do të luftohen ata njerëz. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Muslimi nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu, la takumu sa hatta yuqatil al-muslimun at-turk. Nuk do të ndodh kiameti derisa muslimanët të luftojnë me turqit. Qauman wujuhuhum kal majan al-mutraqa. Janë një popull që fytyrat i kanë si i ka krahasuar pejgamberi alayhis salam me mburojat e rumbullakta që janë të mbështjella me lëkur. Mburojat të rumbullakta që janë të mbështjella me lëkur. Dhe mbas përshkrimit këta njerëz, kjo racë e njerëzve pra, kështu parafërsisht janë, i kanë fytyrat si të rumbullakta, dukshëm më të rumbullakta, dhe i kanë, siç përmendet në hadithe tjera, në këtë hadith thot jelbesun e shar, veshin nalle të leshta, u jemshun e fishar, dhe do me thonë veshin teshat leshta dhe nallet i kanë të leshta. Transmeton Buhariu nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk do të ndodh kiameti derisa të luftoni një popull të cilët veshin nalle prej leshi. Nallet i kanë ndërtuara pra i kanë bërë prej leshit të kafshëve. Dhe kjo ka qenë karakteristike e këtyre njerëzve. Sigar al-ayun, i kanë sytë e vegjël, që tregon se është për qëllim turqit ka Hazia, ka Mongolia, andaj domethënë. I kanë sytë e vegjël, i kanë fytyrat e kuqe, humurul wujuh, i kanë fytyrat e kuqe, të kuqëremta, dhulfal unuf, dhe i kanë hundët e vogla dhe si të shtypura. Do me thonë hundët e tyre janë pak si të vogla dhe si të shtypura. Ka në wujuhuhum al-majjan al-mutraqa, si kur t'i kishin pra ftyrat të ngjashme me mburojat e veshura me lëkur. Pejgamberi alayhis salam i ka krahasu me gjërat që i kanë pas sahabët në atë kohë. Mirë po përshkrimi i tij, subhanallahu, ka qenë shumë precis, sikur po i sheh këta njerëz. Dhe për herë të parë që i kanë luftuar muslimanët, këta njerëz janë në kohën e Muaviut radhiyallahu anhu. Transmeton Ebu Ja'la nga Muawije ibn Khudejq, i cili ka thënë, isha tek Muawije ibn Ebi Sufjan radhiyallahu anhu, i cili është pra udhëheci i muslimanëve pas Aliut radhiyallahu anhu. Sepse djali Aliut ja ka dhënë atij, pra ja ka dhënë udhëheqjen Muaviut radhiyallahu anhu, në mënyrë që muslimanët të jenë të tubuar rreth tij. Thot, isha prezent tek Muavija kur i erdh një letër, i erdh
prej komandantit të tij që ishte në lindje, ka hazia tutje që sulmonte në lindje. Dhe në këtë letër ai tregonte faktikisht e përgëzonte Muaviun se kena luftuar me turqit, do të thonë me një popull të ri, me turqit, dhe i kina nënshtruar, i kina larguar prej atij vendi, i kina çliruar një vend. Mirë po, kur e dëgjoi këtë fjalë Muavia radiallahu anhu, sikur nuk ju bë qefi, nuk u gëzua. Andaj i thot e pyeta, ky transmetuesi i këtij hadithi thot e pyeta, ja Muavia, pse po e shoh se nuk tu ka bë qefi me këtë lajm? Thot, nuk e kam urdhruar unë që ti luftoj ata, dhe sikur ta dija, nuk do ta lejoja që ti luftoj ata. I thash, po pse o prijes i besimtarve, pse nuk do ta lejoj që ti luftoj ata? Thot, sepse e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thënë, le yadhharanna turku ala al-arab, do t'i nënshtrojnë turqit arabët, hatta tulhikaha bi manabit ash-shah wal qaisum, derisa thot ti hudhin trupat e pajet të tyre nëpër, i përmend dy lloje të bimëve që rriten në shkretir, derisa ti hudhin trupat e tyre nëpër shkretir. Dhe ky hadith nuk është për qëllim pra turqit si popull, nuk është problemi se do të luftojnë ata si popull me arabët, po problemi në këtë rast është se ata nuk do të jenë musliman. Në momentin kur do t'i nënshtrojnë dhe do t'i nënshtrojnë arabët popullin e pejgamberit alayhis salam, ata nuk do të jenë musliman. Andaj kjo është ajo cilën ja ka tërhequr vërejtjen pejgamberi alayhis salam shokëve të tij. E jo pse ata janë një popull tjetër, e këta janë një popull tjetër. Andaj po ashtu në kohën e sahabëve është i njohur një hadith tjetër që thot, leni turqit përderisa ata nuk ju ngucin juve, sepse ata e njohur si njerëz të ashpër, luftëtar të ashpër dhe luftetar të fuqishëm. Andaj pejgamberi alayhis salam i ka këshilluar muslimanët që përderisa të forcohen sa duhet, mos ti ngucin këta njerëz. Dhe kështu edhe ka ndodhur, do me thonë, pas disa viteve, pas i filloi shteti islam të dobësohet, kështu ndodhi, gjithsesi turqit janë munduar pra që ti nënshtrojnë muslimanët, kanë vrarë prej tyre, kanë luftuar me muslimanët, mirë po ajo që ka qenë më e madhja dhe më e njohura në histori është sulmi i Xhingiskanit. Sulmi i Xhingiskanit dhe i tatarëve në Irak dhe hyrja depërtimi i tyre në Irak. Me që rast kanë masakruar parafërsisht 1 milion musliman në Bagdad. 1 milion musliman në atë kohë i kanë vrarë dhe i kanë masakruar, siç përmend Ibn Kathiri rahimahullah në librin e tij të historisë El Bidaye wan Nihaye, fillimi dhe fundi, ku i përmend çështjet e historisë prej Ademit alayhis salam, pejgamberi alayhis salam, pastaj çka ka ndodhur deri në kohën e tij dhe pastaj më në fund i përmend çka do të ndodhin prej shenjave të kiametit. Thot se në këtë rast janë vrar elf, do me thonë 1 milion. 1 milion musliman i kanë vrar dhe i kanë masakruar. Kjo pra është që ka ndodhur prej shenjave të kiametit si sprovë për muslimanët nga ky popull i veçantë, nga turqit. Mirë po donë Allah subhanahu wa taala, pastaj në Siri, në Sham, këta mundën, do me thonë, dhe në atë ushtri ka qenë edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija, i mundin këta dhe këta pastaj e pranojnë islamin. Donë Allah subhanahu wa taala që ta pranojnë islamin dhe të bëhen shkak për ta përhap fenë e Allahut subhanahu wa taala, madje që të bëhen shkak, njëri prej tyre edhe e ka çliruar Konstantinopolin apo Stambollin. Që do me thonë se kur vjen kjo vërejtje për turqit dhe sulmimin e tyre dhe luftën e tyre, nuk është për qëllim si popull, po për shkak se i kanë pas dy cilësi që kanë qenë rrezik për muslimanët, kanë qenë jo musliman, kanë qenë qafira në atë kohë, dhe e dyta kanë qenë të ashpër, luftetar të ashpër. Andaj pejgamberi alayhis salam ja ka tërhekur vërejtjen umetit tij nga këta njerëz.
dhe ka ndodhur ajo që ka parashikuar pejgamberi alayhis salam se do t'i nënshtrojnë në një luftë muslimanët dhe do të vrasin shumë prej tyre. Dhe me të vërtet pra me sulmimin e me daljen e Xhingis Khanit dhe me përhapjen e ushtrisë së tij, kjo edhe ndodhi në Irak, mirë po deshti Allah subhanahu wa taala që të munden në Sham dhe ta pranojnë Islamin. Kjo është sa i përket në pikat shkurtra shenjës së 10 të Kiametit, e që është luftimi i turqve.